Përshëndetje të nderuar shikues. Fushata për kryetarët e Drenasit tashmë ka hyrë në fazën finale. Gjatë gjithë kohës tashmë ka edhe akuza dhe kundërakuza në drejtim të partive politike, pra nga njëra tjetës. Gara po bëhet gjithnjë më shumë interesant. Për të folur më shumë për zgjedhjet në Drenas, sot kemi të ftuar në emisionin Fakt Plus një personalitet mjaft e rëndësishëm që vije pikërisht nga zona e Drenicës. Pra bëhet fjalë për ish kryetarin e Kuvendit të Kosovës, zotin Jakub Krasniqi. Mirë se vini kryetar. Mirë se vgjeta. Sa keni pasur mundësi që gjatë 5 ditën fushat të prezantoni programin e nismës për Kosovës dhe për t'i bindur qytetarët për të votuar dhe mbështetur kandidatin zotin Isa Xhemajlaj? Po, vërtet 5 ditë janë pak për ta shpalosur programin dhe detyrat që do t'i ketë dhe do t'i ushtron kryetari i komunës në komunën e Drenasit. Megjithatë ishte një parafushat dhe në parafushat është bërë një bisedë e dendur me qytetarët, duke i pyetur ata që mendojnë për qeverisjen e deri tashme, ku i kanë vërejtjet kryesore dhe çka presin nga këto zgjedhje. Mendoj që këto 5 ditë, ndoshta të shkurta, ndoshta për një komunë, siç është komuna e Drenasit, janë të mjaftueshme që kryetarët e komunave të shpalosin programet dhe përgjegjësitë e tyre që i kanë për një vetë të qeverisjes, ndoshta edhe më pak se sa për një vetë. Ndërkohë, cilat janë pritjet e nismës për Kosovën? Ka pasur zëra të cilat të nxjerrin relativisht mirë kandidatin zotin Isa Xhemajlaj. Është vërtet një e mirë e madhe që kandidati i ynë Isa Xhemajlaj, duke qenë në 25 vitet e fundit njeriu mjaft aktiv në detyra me përgjegjësi dhe të rëndësishme, qoftë periudhës të luftës si arsimtar dhe drejtor shkolle, qoftë periudhës së luftës si një nga udhëheqësit e njësiteve të ushtrisë qendrore në atë pjesë, dhe ndoshta edhe më tepër se kaq, 17 vite pas luftës, e bëjnë Isa Xhemajlin që t'jetë njeriu me një kualitet moral, politik dhe me një respekt nga qytetarët e Kosovës, pse për asnjë veprim të tij në gjithë këto 25 vjetët, kur s'mund ta thotë edhe asnjë fjalë, ka qenë gjatë gjithë këtyre viteve ka jetuar në Drenas, jeton në Drenas dhe dëshiron që vërtet gjithë aktivitetin e tij, punën e tij me dashuri dhe respekt ta kthejnë në shërbim të qytetarëve dhe bashkë me qytetarët e Drenasit në vitet e ardhshme. Me një fjalë, ju synoni balotazhin në një farë forme me këtë kandidat për të cilin thoni vetëm fjalë ka vetëm fjalë mira dhe nuk montohet asgjë e keqe. Është e vërtetë e madhe që ne vërtet e synojmë me të madhe balotazhin, por duke e parë mbështetjen që ka kandidati i nismës Isa Xhemajlaj nga qytetarët në gjitha fshatrat e Drenasit, nuk do të ishte befasi që çështja të kryhej që në fazën e parë. Jeni optimist se kjo mund të arrijë? Jemi optimist për faktin se qytetarët e Drenasit janë të pakënaqur me gjithë këto vite të qeverisjes, për faktin se asnjë rrugë nuk është në gjendje të mirë, shumë fshatra janë pa rrugë të asfaltuara, shumë fshatra janë diku mbi 70% pa kanalizime, 80% pa ujësjellës dhe këto mandej edhe disa projekte që faktikisht janë shpenzuar para publike për shkak të futjes së gypave në dhe për ujësjellës, pa ujësjellës, do thotë ka vite që në disa fshatra i është bërë kjo, por ujë nuk ka, do thotë janë mjete që janë shpenzuar kot dhe që janë mjete që janë shpenzuar për njerëz të afërme të atyre që kanë qenë në pushtet. Kjo do thotë është mjaft e vërejtshme të qytetarët e Drenasit, kanë vërejtje të mëdha dhe në anën tjetër ka një kandidat që rrjedh nga një familje e njohur e Abrinës, do thotë e Drenicës, nga familja e Xhemajl Abrinës, do thotë një familje që tradicionalisht ka qenë në shërbim të qytetarëve, por edhe vetë Isa Xhemajlaj gjatë gjithë këtyre viteve, që thash 25 viteve, ka kryer detyra
të rëndësishme për qytetarët dhe qytetarët nuk i kanë as edhe një vrejtje të vetme. Që favorizon atë Dhe në këtë rafshë e favorizon në krahasim me gjithë kandidatët e tjerë që janë kësaj radhe në si kandidat për Kosovën. Dërsa dje keni pasur një komunikat pra se nisë për Kosovën, keni pasur një reagim ku thani se PDK po shantazhon komisionerët e nismës. Sa qëndron kjo ose a ka diçka në këtë drejtim? Kjo është thënë nga vetë kryetari dhe nga degani e Drenas, sigurisht që unë i kam bindjen që pa të dhëna konkrete, nuk do të dilni me këtë çështje. Ne kemi një përvojë edhe nga zgjedhjet e kaluara, këto janë zgjedhjet e treta ne që i organizojmë dhe i mbajmë në Drenas, përpjekjet edhe në kaluarën ka pas, edhe njerëzit në të shumtën e raste janë nënshtruar. Do të thotë partia në pushtet është duke i shfrytzuar mundësitë financiare që i ka. Natyrisht ato mundësi financiare nuk janë të tyre, janë që burojnë, burimin e kanë të buxheti i Kosovës, burimin e kanë të parat publike të qytetarëve dhe në këtë rafsh ata e kanë një përparësi për t'i mashtruar qytetarët. Por si po duket, qytetarët nuk të dojnë mashtrimin, nuk dojnë premtimin, nuk dojnë të shesin votën e tyre, por dojnë të japin votën e tyre atu ku e kanë besimin, dhe ne jemi duke u thënë qytetarëve në çdo takim që kemi pasur, ne dëshirojmë vullnetin e lirë të qytetarëve të Drenasit, ne dojmë votën e lirë të qytetarëve të Drenasit, ne dojmë votën pa presion të qytetarëve të Drenasit, kështu që qytetarët me të madhe janë duke e pritur edhe këtë mënyrë njerëzore të komunikimit me ata. A i druni kryetar manipulimit eventual të votave me 40 orë, pasi ka shqetësime edhe nga partitë tjera, kemi edhe AKR-n e zotit Pacolli, e cila vazhdimisht po përsërit thanjen ose qëndrimin se PDK është duke tentuar të manipulojë me vota, është duke përgatitur ose mobilizuar për të manipuluar me vota në zgjedhjet e 40 orit. Mua më vjen keq, po se unë edhe vet jam nga Drenasi, që edhe në kaluarën vërtet ka pas shumë manipulime me votën e qytetarëve, ka pas përpjekje të mëdha dhe jo vetëm përpjekje, por edhe realizim të ndryshimit të vullnetit të qytetarëve. Tani mendoj që e kemi një përvojë, do thotë edhe vetë ne si subjekt politik dhe njerëzit tonë dojnë të ruajnë votën, në anën tjetër vetë qytetarët dëshirojnë të adresojnë votën aty ku e kanë vullnetin e tyre, dhe në anën tjetër është dhe faktori ndërkombëtar që së funi ka kërkuar që edhe ata të jenë pjesë aktive dhe prezente në qendrat e votimit, dhe kjo e shton besueshmërinë e qytetarëve, dhe unë mendoj që OSBE-ja ka një përgjegjësi që të jetë ma prezente në gjitha qendrat e votimit për të dhënë një kuptim votimit dhe për të dalur në fund me rezultatin e vullnetit të qytetarëve dhe jo me rezultat të komisionerëve apo të formave tjera të manipulimit të votës së qytetarëve. Nëse vrejni ose konstatoni se ka pasur parregullsi ditën e votimit ose edhe pas numërimit, a do të pranoni rezultatin? Ne do të jemi gjatë gjithë kohës me shumë vëzhgues, brenda dhe jashtë qendrave të votimit, me qëllimin e vetëm që të ruajmë votën që marrim nga qytetarët, se ne nuk dëshirojmë votë tjetër përveç asaj që qytetari me vullnetin e tij na jep. Nëse vrejmë se vërtet kjo votë po tentohet të keq përdoret, nëse vrejmë se kjo votë po përpiqet dikush ta tjetërson vullnetin e qytetarëve të Kosovës, ne do të reagojmë me kohë dhe do të njoftojmë institucionet përkatëse për parregullsitë që po shfaqen gjatë asaj dite. Ndërsa keni akuzuar presidentin Thaçi se po bën fushat në krah të PDK-s. Është një vërtetë e madhe. Presidenti, ju e dini që i ka mbajtur 2 darka, një darkë formalin është sa për së faqen e Kaçanik, kurse darka tjetër ishte në Drenas dhe me atë darkë ka përfunduar darkën dhe pastaj është parë me zyrtarët e Partisë Demokratike, ka bërë marrëveshjet mes 2 kandidatëve që kanë qenë kundërshtar të ashpër mes veti edhe me kryetarin e Partisë Demokratike, pastaj po thonë që Thaçi ka qenë mësiti ai që ka ka qenë një mësiti i atyre marrëveshjeve, por edhe shkurja në këto ditë se ai nuk është një qytetar i thjeshtë i Kosovës kur mund të shkon kudo në cilën do kohë, koha është mjaft senzitive, ajo është dashur të rezervohet në shkurja në të pamet, edhe pse me vonesë të madhe,
për faktin se është president dhe duhet ta ruajë pa anësin. Ka mund ta bëj pas të dielës. Ka mund ta bën pas të dielës, kështu që gjitha këto janë shenja që kryetari i shtetit, presidenti, është implikuar në këto zgjedhje në krahët e Partisë Demokratike, gjë që është antikushtetuese. Kushtetuta ja ndalon një gjë të tillë, mandej ne e dimë që një president, gjykata kushtetuese e ka shpall antikushtetues për shkak të lidhjeve që i ka pas me partinë e tij. E njëjta gjë mendoj që ndoshta edhe pak më thellë se sa ish presidenti Fatmir Sediu, mendoj që kemi një rast akoma më të rëndë në gjykatën kushtetuese. Jemi në fushat dhe ne do ta shikojmë pas fushatës. Unë jam i mendimit që gjitha këto që i thash, sigurisht që ka edhe argumente tjera, do duhej grupi parlamentar dhe jo themi i nisës për Kosovën, por edhe i subjektiv tjera opozitare, që ta adresojnë këtë çështje në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese ta jep fjalën e vet. Po, ndërsa nesër sigurisht do të mbani tubimin përmbyllës të fushatës për kryetar të Drenasit. A do të jetë dikush nga strukturat e larta të AK-s pasi ju kanë mbështetur në këtë garë? Ne nuk kemi biseduar, ne ko pas ko e kemi pasur mbështetjen e Aleancës për Armërinë e Kosovës. Ne ende realisht kemi pak çështje për kohën se ku do të mbahet dhe do të vendin dhe kohën ku do të mbahet. Lokacionin e kem caktuar, por ndoshta do ta lëvizim edhe për shkak të kohës dhe kushteve që janë krijuar këto ditë, por gjithsesi ne do të jemi dhe jemi në fushat në gjitha fshatrat e komunës së Drenasit. Ndërkohë atje zoti Krasniqi po shihen gjatë gjithë kohës zyrtarët më të lartë shtetëror. Sa mund t'i kontribuojë tensionimit të situatës për faktin se e gjithë hierarkia institucionale po shihet në Drenas? Faleminderit. Unë mendoj që partia që është në pushtet, edhe që ka qenë në pushtet në Drenas edhe në nivelin qendror, nuk do duhej në kësaj radhe të dilin me premtime marramendse të mjetëve që do të investonin në Kosovë. Ata do duhet të dilin para qytetarëve të Drenasit se çka kanë bërë gjatë këtyre viteve, cilat investime i kanë bërë, sa investitor kanë ardhur në Drenas, sa rrugë janë shtruar në fshatrat e Drenasit, sa ujësjellës janë sjellë dhe qytetarët furnizohen me ujë të pishëm, të ballshëm dhe sa kanalizime vërtet janë bërë si tham në kuptimin më të mirë të fjalës, cila është gjendja e shëndetësisë dhe shtëpive të ambulancave në fshatrat që është tepër e mirë në fshatrat e Drenasit, cila është gjendja në shkollat e Drenasit dhe gjitha këto flasin kundër kandidatit të Partisë Demokratike dhe e avancojnë dhe japin përparësi kandidatit tonë dhe kandidatëve tjerë, po unë mendoj që kandidati jonë është kandidati më serioz pa përjashtim bilet për ta fituar garen, i japin mundësi për të premtuar, po ne jemi duke premtuar atë që mund ta bëjmë, atë që mund ta kryjmë dhe ne dëshirojmë që komunikimet me qytetarin dhe për qytetarët të jetë i përhershëm. Edhe një pyetje keqësisht për fund zoti Krasniqi, a mund të bëhen ndonjë marrëveshje mes partive opozitare atje për ndihmuar njëra tjetrën dhe për të nxjerrë në opozitë PDK-n? Ne kemi marrëdhënie të mira pothuajse me gjitha partitë politike dhe për tani nuk kemi biseduar për faktin se kemi një përparësi të dukshëm dhe ne dëshirojmë që kryetari kandidati për kryetar Isa Xhemajlaj të ketë një komunikim dhe një marrëveshje me qytetarët e Drenicës dhe në këtë drejtim ai ka një komunikim të mirë dhe e ka një mbështetje të fuqishme. Zoti Krasniqi, faleminderit shumë që ishit në Fakt Plus. Faleminderit edhe juve. E shikues e nderuar, ishte kjo intervista me kryetarin e Këshillit Kombëtar të Nisës për Kosovën, zotin Jakub Krasniqi.